Sa I takon buxhetit, ne si deputet që po zgjedhëm për herë të parë, jemi të bërë të njëjtën kohë shumë gjëra të mësu. Besoj që në këtë rrugë ka kalu secili prej jush para nesh, edhe ne e kemi shiku buxhetin, e di prej praktikave të mëhershme parlamentare që një periudhë e rishikimit edhe analizës të buxhetit në të kaluarën ka qenë më e madhe, mirë po kjo shmangja që është bërë në kuvend neve na obligon dhe kemi një hapësirë shumë të limituar, që neve pashtu na limiton me dhënë vërejtje përmbajtësore, të cilat nuk janë vërejtje kundër dikujt, po që në fusha që I mbulojmë do t'japnin zgjidhje. Ne e kemi parë këtë buxhet, natyrisht që do të ishte shumë më e rrugës që të gjitha organizatat që ndikojnë nga buxheti që ndërlidh me drejtat e njeriut të kemi këto në këtë komision për të shikuar edhe nevojat e tyre. E di që ata mund t'i parashtrojnë këto edhe përmes shkrimit, por diskutimet e tilla do të krijonin më shumë përmbajtje. Me që nuk e kemi këtë kohë, ne kemi parë disa gjëra për cilat duhet të ketë përmirësime dhe ne do të propozojmë disa amandamente varësisht prej afatit kohor që është përcaktuar. Ndërsa sot ne unë kam do tema që më shumë hyn të fusha dhe rubrika të tjerat që ndërlidhen me drejtat e njeriut për cilat besoj që flas më vonë. Faleminderit shumë. Është një komision I rëndësishëm që ka kuvendi I Kosovës, duke marrë parasysh tash edhe këtë ndarjen që është bërë, por cila nuk është e definuar as në rregulloren e punës së kuvendit, por as me ndarjen e ministrive, dhe ndoshta këtu jemi edhe ne të hendikepum për të dhënë vlerësim për ndarjet buxhetore, duke marrë parasysh që nuk e dim akoma se si do të bartet procesi buxhetor në atë që I takon përgjegjësi e punës, familjes, apo edhe të drejtat e njeriut që shumica bie në fushërimtarinë e avokatit, popullit dhe të tjerëve, dhe pjesa tjetër që është shtuar vlerat e luftës çlirimtare, peticionet dihet që është pjesë procedurale dhe I takon me kushtetutë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Unë sot vetëm e pata një pyetje për çka kemi ka diskutojmë dhe çka kemi mbledhën sot, sepse e parë që është në shqyrtim ligji për ndarjet buxhetore, a jemi në lexim të dytë duke shqyrtuar ose mes dy leximeve, apo ka mbetur nga ajo që ka qenë pjesë e domosdoshme respektimit rregullor së votimit në parim, sepse ligji veç ka kalu tash më shmangjet e rregullores, domethënë të afateve, dhe ne do duhet të ishim sot në shqyrtimin e dytë të ligjit ose të amandamenteve që propozohen nga deputet. Amandamente nuk kemi, që shpo e shoh s'ka as material, dhe kjo pjesë për neve është pa përmbajtje, për çka e kemi futur sot këtu në rëndite. Nëse është për lexim të dytë, atëherë duhet të jetë shqyrtimi I projektligjit në lexim të dytë, edhe të kërkohet vota e komisionit për kundër apo abstenim. Nëse keni ndonjë informacion shtesë, por çështje tjetër, por proceduralisht është gabim për atë të cilën është vendos, pasi ka kaluar në seancë plenare dhe ne tash jemi në mes të dy leximeve. Por do të ishim në mes të dy leximeve, duhet priten amandamentet e deputetëve ose edhe të grupeve kuvendore, të shohim a implikojnë fushëveprimtarinë tonë, që ka të bëjë me këto 4 fushat që tash janë specifikuar, dhe ne të vendosim mbi ato amandamente se si do të votojmë. Kjo është ajo që deshta ta them. Për pjesën e të ndryshme, sigurisht po dakordohemi për kohën, orarin edhe ato të cilat na takojnë, dhe mirë është që sa më shpejt kërkojmë ndarjen e përgjegjësive të komisioneve, mos të implikojmë në fusha të ndryshme në raportimet e ministrave apo të njerëzve që I përgjigjen komisionit. Por kështu siç e keni thirrë sot këtë mbledhjet e komisionit, është mirë që ne po konstituohemi dhe po takohemi, por është pa përmbajtje. Edhe një herë po them, është pa përmbajtje, se shqyrtimi I projektligjit ka kalu, leximi I parë është bërë, ne jemi në mes të dy leximeve, me afatet e shkurtuara. Nëse ka amandamente ose nëse ne mundemi mu fut në diskutim si deputet, qoftë këtu si komision, që kishim mujtë edhe ju me paraqit një amandament ose dikush prej neve me kërku për krahjen e komisionit, atëherë edhe kjo do të ishte e mirëseardhur. Për momentin s'po shoh që ka, ndoshta kanë kolegë tjerë, mos t'ju hin hak, ndoshta kanë propozime, por për momentin s'po shoh as material që ka as propozime që ne të votojmë për ose kundër për
leximin për bartjen e ligjit në lexim të dytë. Faleminderit shumë. Është e vërtetë që buxheti i Kosovës ka ardhur shumë shpejt, është votuar shumë shpejt, edhe ne si deputet të ri kemi pasur pak të vështirë që t'i mbulojmë për vetëm 2 ditë më shumë se 700 faqe të buxhetit, por megjithatë, çka mund të vërehet edhe çka kisha dashur me pas bashkëpunimin e juaj është në rast të pensioneve. Besoj e keni mujt me vërejt që pensionet e veteranëve, të pensionet e pleqërisë, njëkohësisht të personat me aftësi të kufizuara e të tjerë, edhe ata të verbër, janë të larguar nga paga minimale e Kosovës. Tash na e dim që është rrit paga minimale deri në 425 euro, ndërsa këta ende ka një pension prej 170-180 eurove. Sa është e mundshme që ne së bashku si komision ta krijojmë një amandament përmes të cilës e kërkojmë që të kenë një rritje të paktën, sepse ne e dimë që në ditët e sotme është shumë e vështirë që të kalohet muaji me 170 ose 180 euro për një familjar që nuk ka ndihma të tjera nga familja ose në rrethana të ndryshme. Kështu që nëse kishim mujt me pas një bashkëpunim në lidhje me këtë, ne kemi kohë besoj deri nesër në ora 12 nëse dëshirojmë që të dërgojmë një amandament së bashku si komision. Unë nuk po shoh diçka që duhet me votu këtë buxhet për shkak se neve na vijnë edhe amandamente me i përgatit. Unë për shembull kisha dashur si komisioni përbashkët me përgatit përveç deputetja Jashari që thash atë amandament që plotësisht pajtohem që duhet me përgatit, mirë po kisha dashur edhe një amandament tjetër me përgatit për personat me autizëm, të cilët janë personat e vetëm të cilët nuk marrin pagë, edhe që kanë nevojë për asistencë sociale, kështu që këta persona janë shumë të neglizhuar. Kisha dashur si komision ta përgatisim një amandament, edhe ta thirrim mas 2 ore, 3 ore, na jemi këtu në kuvend, edhe mujna tani me diskutu, edhe për amandamentet, edhe për me votu buxhetin e Kosovës. Kështu që për momentin kisha dashur përveç konstituimit të komisionit, nuk kisha dashur diçka tjetër me vazhdu si rendite. Faleminderit. Jemi në rendite të shqyrtu buxhetin, buxhet i cili është derivat i vendimit seancës së fundit. Edhe ju lutem diçka fatet e përshpejtune, me shumicë votash në kuvend na detyrojnë neve me shqyrtu dhe me thonë aprovim ose jo këtij buxheti. Tash diskutimet e tjera, në veçanti temat e ndihshme, siç i përmendni kolegja, sa kanë të bëjnë me ligje të ndryshme. Jam i gatshëm me deklaroj pejtash gatishmërinë, me shiku edhe me mbikëqyr ligjet, me ia gjetë ngecjet si komision. Mirë po sot në ndryshime ligjore dhe propozime jashtë një ditës, muna me ndryshu diçka, po buxhetin ju kisha lut. Propozimet eventuale ose amandamentet kanë pas afatin deri këtu. Janë afate të përshpejtuara, nuk po imponojnë procedura. Po ju lutna, jena në komisionet të tjera për çështën e njëjtë. As në tjera komisione nuk kam pas te kalem. Reni ditës u aprovu. Në temën jena, buxhetin nëse ka dikush të propozuara, të dorëzuara, një amandament e mirëpresme me shqyrtu, japmi kohje, po jo tema të tjera. Unë jam interesuar sepse buxheti në procedurë të shpejt, po me respektin e veçantë për mënyrën se si thot kolegja është buxheti ka shpejt, është i vonuar. Jena në muajin e fundit, ditët e fundit mundësisë me shqyrtu këtë buxhet. Pikërisht atë ka gjitha kategoritë, jo ato të diskriminuara, nështë me të drejtë se janë pjesë e zërit të asaj që duhet ndryshojnë ligjet, po sot janë buxhetin, linja, kodet buxhetore të rishiku. Nëse se kena amandamentin, sepse keni parasysh diçka, na nuk po shohim kopje fizike, e kena në email ato privat. Kompjuterat dhe emailat zyrtare janë në proces, në procedura. Muna më konë të vetëdijshëm se cili për neve nuk e kena shqyrtu mjaftueshëm. Ama të lutem diçka, e kia fatin, veç kolege, ke mujt, veç pak, të lutem për mos ndërhyrje. Një sekond, nëse ke pas mundësi, si subjekt, i ke kërku 3 ditë me shqyrtu ligjin. Ligji ka qenë amandamentet i ke para po. Ka qenë mjaftueshme, qysh? A ka qenë e pa mjaftueshme? Veçina të vonum. Se ka qenë pitë të tojt, ke pas mundësi me punu amandamente. Nëse na dojna me përgatit amandamente. Nëse dona, unë e këpëllut nga diçka, monëm peng për fjallën. Jam i gatshëm në rishikim buxhetit, si komision, kategoritë e veçanta. Pavarësisht që janë diskriminuar, veç kërkesa që kanë, dhe peticione, do t'i shqyrtojmë. Kur? Në afatet e tjera, sot, Albona, Ti duhesh me diskutu. veç pak, nuk ka qëllimi me ndërhy. Nëse nuk e ke arsyen, nuk e ke lexuar buxhetin, nuk e ke amandamentin e gatshëm, dhe do me kalu afatin ligjor, ne është për filmi. Veç lutem me përgjegjësi profesionale jam të folë. Paktën për përvojës së deri tashme. Na e kem sot për shqyrtim dhe aprovim buxhetin. Kam një shërbim seancës.
Po, kolega e ngritit që çështje, a ka o s'ka, s'kemi amandamentet të reja, e mbështesmi propozimin e buxhetit aktual. Kene parasysh diçka, për ministrinë përkatëse, që kolegja ngriti si çështje, po nuk është në këtë buxhet, sepse ministria, siç është kritikuar me të drejtë në seancë, nuk e ka vetë linjën buxhetore, ka mu rishiku në buxhet. Domthon, autoriteti menaxhues, ministri dhe kabineti e kanë të improvizuara për me startu, po jo për me plotsu as më pak mandatin. Pas vitin deri në rishikim është. O zotu ministri që rishikimi do të vijë. Secila pe kërkesat tona në seancat mbledhen në mbledhjen e radhës. Me çfarë do kërkese kena me shqyrtu? Kena me kërku ministrin raportim edhe kena me kërku përgjigje me shkrim, a ka mbulesë për kategorinë e veçantë. Sepse ndarja, ja kthejnë kujtesë, e veteranëve, përfituesve të skemave, beneficioneve, është ndarë nga ligji për pagën minimale. Ende nuk ka esë, në këtë mandat kemë për obligim me shty këtë ligj. Dhe pse me minimalen, duhet jenë kategoritë privilegjuane në shoqëni. Ato sidomos me vleran për luftën dhe për vlerat e jetë gjate që i ka Kosova. Ama jo me thonë duhet me shtin ligj. Në po bjen që po interferojnë në ligje po shtina me shty me buxhet sot. Që pe marrë të mirë qenë kërkesën e kolegës. Cila është limiti buxhetor për këtë kategori? Sa është koeficienti i pagesës atine? Këto nuk janë çështje tona. Do t'ja kërkoj ministrisë përkatëse. Marrëm për fjalë peng, se është për mua me interes edhe për shoqërinë që këto ligje mi shqyrtu. Që ky komision, kena mi mbikëqyr, kena mi gjetë defektet, do të më kriju një komision një grupi punës. Neve në takon si komision. Për me orë të përfundimi, mi taku që cilat kategori, ndë që antik të që i përmene që ndish me vlerat e luftës, dhe me pas konkluzat e takimeve dhe gjetënat e ligjit, i buna propozime për ndryshim. Unë në shkruaj kërkesat për ndryshime ligjore. Tash zotuam. Se çdo ligj ka ardhur, këto janë ligje të vjetra, nuk janë të mandatit as tash atë paraprakët. Kanë disa më shumë se 10 vjet. Prandaj ndryshimet janë mirë se ardhur. Qoftë edhe veç amandamentimet, qoftë edhe veç për pagesë, ama të normën e ligjit për buxhetin. Unë nëse s'ka dikush amandament që e ndëgjoj me kërkesën ka vjen të linja buxhetore dhe për kondestinuar dhe si gjinë linja buxhetore, unë jam me propozim me qitë në votim e kalu, se kena komisione tjera. Po, debati që bon në seancë nuk janë përfshin debat, më ku moj shënime për sesërën prej folseve, sidomos përfaqësuesve të grupeve, që ja kanë gjetë vretjet aktuale ligjit buxhetit. I kam shënim vretjet, po s'mujt tash me deviju temën edhe ligjin. Se ligj buxheti është. Unë nuk kam propozimet veçanta. Se tash janë përgjigjen në me koleg, janë me mes dy lezimeve. Ka kaluar lezim pa në seancë. Me vendim të kuvendit që ky afat është i fundit sot. Se o thirr mbledhja. Nuk i tha kryetarja, po janë të nënkuptueshme sidomos për neve. Për mua dhe për ty janë afate obligative. Mujna me shtyme kërkesë 3 orë, po mas 3 orë kam edhe 2 komisione tjera. Po lut na e shtyna 3 orë, po kolege e ke shty një herë, 3 muaj në përzgjedhje, e ke shty 3 ditë për debat në kuvend, tash po do me shty pafundësisht. Nuk e ki arsyen, më thon mu 3 orë, o tu ma shkru dikush diçka, do është e mirë për qytetarët, po pres 3 orë. Po ti as nuk e hin temë të buxhetit. S'është për me injoru kërkesat e juaja, po është me tregu të ndajmë përgjegjësinë buxhetore me kërkesat dhe ambicet, ose edhe me zotimet e fushatave. I mirë presmi. Veç unë po lutna me hin votim për buxhetin. Të ndryshmet kena me pas dinamik të punës, kena me marr agjendën e qeverisë për ligjet, dhe kur ti kem ligjet e reja në agjendë, dhe do na mi bën mbikëqyrjen, çuna dorën e morrim zotime, morrim mbikëqyrje. Edhe në asnjë moment nuk mendoj që këto në këtë avolinë jemi duke bë gara ose fushat në aspektin se si do t'i qasemi nevojave të njerëzve. Edhe nuk është diçka që e kena bëna një premtim fushate, do na vetëm e vazhdu se si dëshirë e jonja individuale. Në aspektin e kategorive të pensioneve është një temë e vërtet që është diskutuar vazhdimisht. Edhe është një diçka që unë ngrita si çështje, me qenë se gjithë procesi ka shku shumë shpejt. Edhe unë më njerë thash, për të gjithë projekt buxhetit që e kemi po, kjo është një diçka që nashta kish mujt brenda vitit mu rregullu, për shkak që unë shoh shumë të rëndësishme. 170 euro, 180 euro, hajde të pyetëm Cecilien veç e veç, si ja kishim dalë na me atë shumë, me mbajt vetveten ose një familje të tërë. Edhe mendoj që është një kërkesë e nevojave të jashtëzakonshme që i kanë individet e caktuar. Atëherë të nderuar kolegë deputet, ju ftoj që me vot të deklaroheni me vot
Kush o për këtë projekt ligjin për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026? Atëherë, në rregull, besoj që konstatuam numrin e votave për. A ka dikush që o kundër? Ju falenderoj. Abstenon dikush? Një abstenim. Prandaj konstatojmë që me 6 vota për, 4 kundër dhe një abstenim, kalon ky ligji për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.